Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Në emrin e Allahut, falënderimin takon vetëm Allahut, lavdërim dhe shpëtimi i Allahut qoftë në dërguarin e Allahut, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi çdo kënd që udhëzohet me udhëzimin e tij. Ka ardhur një transmetim nga Ebi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, i cili ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet Allahu do t'i ringjall në ditën e gjykimit në formën e tyre, pra ditët do t'i ringjall në gjykimit në formën e tyre. Dhe do t'a ringjall të premten, pra ditën e xuma, të lulëzuar, të shndrishme për banorët e saj, pra në një formë tjetër, pra. Ata mblidhen për rreth, pra besimtarët që kanë qenë, pra ata besimtarë që kanë qenë të përkushtuar me namazin e xumas, ata mblidhen për rreth saj, sikur se nusja që çohet për tek i nderuar të burri i saj. I ndriçon ata dhe ata ecin në dritën e saj, ngjyrat e tyre janë si bora e bardhë. Aromat e tyre përhapen fuqishëm si misku. Ata ecin nëpër malet me eukalipt, pemë aromatike. I shikojnë këta njerëz këta njerëz i shikojnë ata të rëndë, dy të rëndët, që janë njerëz të xhinët. Nuk i mbyllin syt nga habia derisa të hyjnë në xhenet, dhe nuk përzihet me ta ndonjë përveç se muezinët që shpresojnë shpërblimin nga Allahu. Këtë hadith e ka përmendur Sheikh Al-Albani me sanad sahih në librin Sahihul Jami'. Allahu Azza wa Jall i ka dalluar pra disa gjëra nga disa të tjera, kundërmjet këtyre gjërave ka zgjedhur më të mirën. Sikurse tek muajt, muaji më i zgjedhur është muaji i Ramazanit. Nga netët e muajit Ramadan, më e zgjedhur pra është nata e Kadrit. Dhe nga ditët e javës, më e zgjedhura është dita e xumat, dita e premte. E shumë gjëra të tjera që Allah subhanahu i ka zgjedhur pa i ka dalluar nga të tjerat. Nga ky hadith madhështor tregohet, për mirësinë e madhe që ka kjo ditë nga ditët e tjera. Pra dita e xumat ka mirësi të madhe tek Allahu nga ditët e tjera. Saqë Allahu subhanahu wa taala i ringjall në ditën e gjykimit të gjitha ditët në formën e tyre origjinale, sikur se kanë qenë pra në dunja. Dhe ditën e xuma në një formë tjetër, pra e ringjall në një formë tjetër që është e lulëzuar dhe e shndritshme. Pa në një formë shumë të bukur se sa ditët e tjera, saqë vetëm Allahu subhanahu wa taala e di bukurinë e kësaj dite. Po ashtu edhe banorët e kësaj dite do të jenë në një mirësi dhe begati të madhe. Pra qëllimi këtu banorët e kësaj dite bëhet fjalë për ata të cilët kanë qenë të përkushtuar në namazin e xumas dhe të kanë qenë të përkushtuar në adhurimet që janë në ditën e premte. Pra banorët e ditës së xumas janë ata besimtarë të sinqertë që kanë qenë të përkushtuar në ditën e xumas, që i kanë kryer ato vepra që na ka këshilluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të kryejmë në ditën e xumas. Sikur se është falja e sabahut në xhami, që është namazi më i mirë tek Allahu, pra është falja e sabahut në xhami, sikur s'ka një transmetim të saktë. Apo sikur se është gusli përpara namazit të xumas, është për sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Apo përdorimi i parfumit, pra lëra me parfum. Po ashtu për sunetit të shkuarit herët në xhami dhe afrimi afër imamit, pra të qenit afër imamit, ndërkohë që ai mban hutben dhe dëgjimi i hutbes, pra fjalimit të imamit me përqendrim. Po ashtu kryerja e namazit të xumas me muslimanët, po ashtu falja e suneteve pas xumas, po ashtu leximi i surës Al-Kahf në ditën e xumas, po ashtu shpeshtimi i salavateve ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo bëja dua para perëndimit të diet, e të tjera për veprave të mira që na ka porositur i dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam. Këta besimtar do të mblidhen për rreth saj, pra tek ajo ditë, ashtu sikur se mblidhen njerëzit tek nusja që ja paraqesin burrit të saj. Dhe ata besimtarë do të ndriçohen dhe do të ecin në dritën e saj. Dhe kjo dritë është dritë e veprave të mira që ata kanë bërë në këtë botë, pra në dynja. Dhe s'ka dyshim se në ditën e gjykimit, sikur s'ka ardhur transmetime të sakta, do të jetë errësira e madhe. Dhe atë ditë nuk do të ketë dritë përveç ditës që Allahu pa ka dhënë atij që e meriton këtë dritë, pra që ka përgatuar me këtë dritë. Ka thënë Allahu në Kur'an, Allahu lartësuar, nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Drita e atyre, pra në ditën e gjykimit, drita e besimtarëve,
vrapon përpara tyre, pra sikur se dita që është përpara njerëzve dhe ndryshon. Pra dita e besimtarëve është para tyre, pra që i bën dritë komplet rrugën e tyre, është përpara tyre dhe në të djathtat e tyre. Dhe ata thonë, o Zoti ynë, na e plotëson neve dritën tonë. Pra ky ajet është përmendur pra në surën Tahrim ajeti 8. Vazhdon hadithi pejgamberit sallallahu dhe po vazhdojmë me shërimin e tij, dhe ngjyrat e tyre janë si bora e bardhë. Pra aq të pastër janë saqë nuk ka ngelur tek ata asnjë lloj papastërtie të mëkateve, sepse Allah subhanahu wa taala i ka pastruar për gjunaheve dhe ka bërë ngjyrat e tyre të shkëlqyeshme dhe të bardha si bora. Po ashtu vazhdon hadithi pejgamberit sallallahu aromat e tyre përhapen fuqishëm, si misku, dhe ata ecin nëpër malet me pemë aromatike. Pra është përmendur pema e eukaliptit, pra që është ka aromë të fortë. Dhe këta njerëz, për shkak të dritës që Allahu ka dhënë atyre njerëzve, ata bien në sy shumë, dhe për shkak të kësaj drite të madhe që Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë këtyre, ata bien aq shumë në sy sa që shikojnë njerëzit dhe xhinët. Dhe aq shumë habiten pra këto krijesa pa njerëz dhe xhinët me ta, pra habiten me shikimin e tyre, sa që ngelen syt hapur nga habia, për shkak të bukurisë, dritës, apo për shkak të aromës së mirë që ata mbartin me vete, dhe për shkak të pozitës së lartë që ata kanë tek Allahu, tek Zoti i tyre. Dhe nuk i uli shikimin e tyre derisa ato të hyjnë në xhenet. Pra ata e ndjekin me shikimin e tyre. Njerëzit dhe xhinit i shohin këta njerëz, i shikojnë me shikimin e tyre derisa t'i fusë Allahu për në xhenet. Dhe nuk përzihet me këta njerëz, pra janë njerëz të veçantë që ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala, askush nuk përzihet me këta në shpërblim, përveç se muezinët. Pra askush nuk bashkohet me këta njerëz pra në këtë pozitë të shpërblim, përveç se ata që kanë thirrë ezanin dhe kanë qenë të sinqertë në thirrjen e ezanit. Që do më thonë, nuk kanë marrë shpërblim për thirrjen e ezanit, pra nuk kanë marrë rrogë, sikur se veprojnë muezinët sot, pra e thrasin ezanin për rrogë. Dhe nëse nuk japin rrogën, ai nuk shkon dhe thret ezanin. Pra e kanë bërë këtë vepër, thirrjen për namaz, e kanë bërë vetëm për hir të Allahut dhe për asgjë tjetër. Dhe nuk kanë pranuar pagesë për të. Por se kanë dëshiruar me këtë vepër, pra shpërblimin e Allahut. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend këtu për muezinët të cilët kërkojnë shpërblimin e Allahut dhe nuk kërkojnë shpërblim pra nga krijesat. Dhe vetëm këta njerëz, këta muezin, Allahu subhanahu wa taala ka mundsuar që të bashkangjiten këtyre njerëzve që të hyjnë në xhenet pra që janë nga banorët e ditës së xumë. Robërt të Allahut, veçojeni edhe ju këtë ditë pra, që është dita e xumë, nga ditët e tjera, duke zbukuruar atë me vepra të mira pra në këtë botë, në mënyrë që ta gjeni të luzuar dhe të shëndetshme pra në botën tjetër. Elusim Allahun subhanahu wa taala ta bëj dobi me këto që tham. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Allahu yashbulu fatmira.